Ai ecste rënd kaldrëmit të kryeqytetit, 1 muaj pas prillit të thyer. Sikur po shkelte mbi eshtra ushtarësh të vdekur, si të ishin shkarpat e një mali të tharë, drejt një pallati të ëndrave. Ecte generali Plak. Ishte nisur për kësmet, të shikonte gropat të mbushura me ujë, të kërkonte një dorë eshtrash, varrezash të vjetra, mbuluar me myk kujtimesh në trollin stërgjyshor, ku thyhej e përthyhej koha, nën hijet e zakoneve të mëdha, dendur në thas najloni. Ecte, generali gjallë. Fytyra nuk i qeshte për asnjë dasm, as për ndonjë ftesë në studio, ndonse flamui reklamash tundeshin në shtize lart, ndërsa reflektoheshin në pasqyra grash. Të shikonin fytyrat e tyre pa filluar koncerti i madh. Ca thoshin është koncerti i generalit të vdekur. Ca thoshin është koncerti i ushtrisë së vdekur të një generali të gjallë. Ca të tjerë thoshin është koncert për shqiponjat që fluturojnë lart. Generali ngjante me një mal të kecte i menduar, cili po hante në darkën e fshehtë të asaj nate vere, të një muaji të ri, të thyer përsëri. Për ku je nisur, o general? Vinin zëra kalamajsh. E gjetheve do t'u vinte vjeshta e tretë. Do t'u vinte nëntori i kryeqytetit me një thes eshtrash mbi shpinë. Anaj solle, general. Malet tashmë nuk mendoheshin, po thërrisnin e mas bardhin në pelerinën e zezë, natën atë vere, para shkallëve të pallatit të ëndrave. Generali shkonte para, unë prapa ngjaja me një prift. Të mblidhja ndonjë ashtë që binte rrugës e të shkruaja mbi letër atë kronik guri, e të ndaloja që gjetheve në kryeqytet t'u vinte më herët nëntori.